Shqipëria është vendi që ka disa bekime. Bekime që i detyrohen të parëve tanë. I detyrohet të parëve tanë bekimi i mikpritjes, i besës, i shtëpisë shqiptarit që është e Zotit dhe e mikut. I detyrohet gjyshërve tanë bekimi i një vendi kaq të vogël, mbase shumë herë më i varfër se vendi më i varfër i Europës dhe luftën e dytë botërore, i cili u bë fari që shkëlqeu në atë errësirë ku vende shumë më të mëdha, shumë më të pasura i dorëzuan e brejt. Gjyshi tanë nuk e bën këtë. Dhe historia e shqiptarëve është historia e njerëzve që për te i feve kanë zot respektin për tjetrin, respektin për mikun, respektin për ato që është nevojë, respektin për ato që është në rrezik. Dhe ishin muslimanët shqiptarë në radhë parë që u bën mburoja e breve. Dhe kjo është dhe arsyeja sot që Shqipëria do ta mbajë me shumë krenari atë lidhje që vjen nga historia dhe atë bekim të qenit vendi ku pavarësisht etnive, pavarësisht feve, gjithkusht ndjehet në shtëpinë e vet, sepse shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Sot ne kemi arritur të jemi miq të shkëlqyer edhe me Izraelin, edhe me ata që janë përballë Izraelit, me vendet e Gjirit, me Arabinë Saudite, me Katarin, edhe me Turqinë, ndërkohë që Emiratet janë më pranë Izraelit. Tani, çfarë do bëjmë ne? Cili është djalli që po tenton të hyjë në mes nesh? Cili është djalli që po provon që t'ju lërë fëmijëve tanë në kurriz diçka nga e cila ne duhet i mbrojmë? Cili është djalli që po shfrytëzon një investim për një zhvillim turistik, për të shpërndar një djallëzi të madhe, sa e gënjeshtërt, aq edhe çuditërisht e thithur nga ata që duan të gjejnë rrugë për urrëtitjen. Ç'lidhje ka Izraeli me investimin atje në Zvërnec? Ç'lidhje ka marrëdhënia me shtetin e Izraelit në një investim ku dy investitorët kryesorë janë dy musliman, dy vëllezër bashkëpronar të njërës prej kompanive më të mëdha të lindjes mesme? Nga Katari, që nuk ka asnjë marrëdhënie me Izraelin, apo se dhëndri i presidentit të Shtetit Bashkuara është ebre. Po pastaj, kaq budallëj mund të bëhemi ne sa, më falni, po të hedhim përpjet ato që zgjidhet dhe t'i bëjmë kashillëk dynjas, ndërkohë që ne jemi shumë të vegjël për të bërë kashillëqe të tilla dhe duhet jemi mjaft të mençur që ne të na duan që të gjithë dhe me të gjithë ata që duhet, ne t'i kemi marrëdhëniet vllazërore, miqësore, strategjike. Kam dëgjuar ca molotovar edhe ca karneval që thonë nuk ka lidhje fare Irani këtu. Kjo është një protest bio. Protesta e atyre që janë shqetësuar për Zvërnecin është bio. Natyrisht. Por ajo që bëjnë vendet të cilat futen armiqësisht në trupin e një vendi tjetër është pikërisht shfrytëzimi i protestave bio, i mërzive, i sekëlldive, i shqetësimeve, i alarmeve bio. Dhe pastaj e din ata si çfarë bëjnë. Se duhet jesh idiot që të mohosh përfshirjen aktive
të një vendi armik, i vetmi vend armik që ka Republika Shqipërisë. Jo se kemi zgjedhur ne ta bëjmë armik, po se ka tentuar të na shkatrojë të gjithë investimin që kemi bërë për infrastrukturën digjitale, është Republika Komuniste e Iranit. Dhe duhet të jesh idiot që të thuash Irani nuk ka asnjë punë, kur vetë zëdhënësi i qeverisë iraniane shkruan Shqip Ramaik. Shqip. Dhe ndërkohë, nuk është e rëndësishme se sa shumë ka lidhje të drejt për drejta një armik që futet përmes rrjeteve digjitale dhe tenton të bëjë çorap vendin tënd. Nuk është si fiet që priten, por është se si dikush tjetër shfrytëzon ty, shfrytëzon sinqeritetin tënd për ta bërë